Do të jenë edhe Fadil Kajtazi, Nuridin Ipishi. Zoti Kastrati, përshëndetje. Përshëndetje. Po do t'ju pyes për rëndësinë e sistemit antitank, OMTASH. Çfarë fuqie ka dhe a është i krahasueshëm, nëse guxoj ta quaj kështu, me Javelinët? Sistemi raketor OMTASH është i ngjashëm me Javelin, i ka karakteristikat përafërsisht njëjta. Edhe kjo armë, edhe Javelin janë armë cilat përdoren për sulme ndaj mjeteve të blinduara, që janë tankset, autoblindat dhe mjete tjera të blinduara. Dhe këto armë që janë ardhur për forcët tona të armatosura janë armë të cilat janë të parapara me planin 10 vjeçar zhvillimor në fazën e tretë. Pasi që na jemi në fazën e tretë, normal që Ministria e Mbrojtjes apo forca e armatosur ka bërë edhe kontratat edhe për para një kohe për topat mobil 105 mm me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po tash çdo ditë ne do të ballafaqohemi, mos them çdo ditë, po këtë periudhë 3 vjeçare deri në vitin 2028 ne do të ballafaqohemi çdo herë me armatosen dhe pajimin e forcave tona të armatosura me armatime dhe pajisje tash më të sofistikuara, më të rënda se që kemi parë deri më tani. Por arsye se gjitha këto armë dhe pajisje janë të parapara që të vlehen në fazën e tretë të zhvillimit apo 3 vjeçare të fundit të përmbushit kapacitetet operacionale të kësaj force. Dhe zoti Kastrati, një pyetje, jam kurioz ta dini përgjigjen nga ana juaj. A duhet të jetë publik çdo armatim që blen forca e sigurisë së Kosovës? Unë këtë deshta ta them në fillim, mirë po ju mi paraprit me pyetjet. Unë me të vërtet me keqardhje i shoh gjitha këto ngjarje mediatike dhe unë kisha sugjeruar shumë fuqishëm edhe te qeveria e Kosovës, edhe te institucionet në përgjithësi që mos ta përdorin forcat tona të armatosura për fushat mediatike apo fushat politike, sepse gjitha këto armë që blehen, qofshin ato tipet apo qofshin edhe sasia arme që blehen, nuk do duhet që të jetë publike për një pjesë të publikut. Ajo pjesë e publikut është fëqin tonë rënd parë, se ata ta dinë se ne me çka po furnizohemi, me cilat dronë, me cilat topa, raketa, e kuta dione, dhe këto nuk do duhet që t'ishin kaq mediatike, por fatkeqësisht na po ndodh kjo, e kemi parë edhe me dronet që erdhen nga Turqia, edhe me dronet Bayraktar, po edhe me armatime tjera